Tensionet mes SBA-s dhe Iranit po rritën dhe konflikti në lindjen e mesme po ngre shumë pikpyetje sa i përket sigurisë globale. Por sa larg mund të shkojnë pasojat e tij? A mund të ndjehen edhe në Evropë, edhe në Ballkan, madje edhe në Kosovë? Në këtë epizod të podcastit 5 pyetje do të flasim për rreziqet e mundshme të këtij konflikti nga aspektet e ndikimit të aktorëve të jashtëm deri tek narrativat online dhe siguria në rajon. Për këtë temë flasim me Adrian Shtunin, ekspert i sigurisë nga Qendra Ndërkombëtare kundër terrorizmit. Përshëndetje zotëri Shtuni dhe të faleminderit për kohën për këtë bashkëbisedim. Përshëndetje, faleminderit për ftesën, jeni të mirëpritur. Atëherë për të nisur me pyetjen e parë, zotëri Shtuni, sa real është rreziku që nga ky konflikt i drejt për drejt i SBA-s me Iranin të ndikohet dhe të ketë pasoja konkrete sa i përket sigurisë në Kosovë dhe në Ballkanin Perëndimor? Po mjaft të shohim sa është përhapur në më pak se 2 javë ky konflikt, pra numrin e vendeve që janë përfshirë tashmë, dhe të kuptojmë se për masat e kërcënimeve të sigurisë se këtij konflikti nuk janë vetëm rajonale, por janë globale. Pra, padyshim, këtu përfshihet edhe Kosova, përfshihet edhe Ballkani Perëndimor. Më konkretisht, në radhë parë, në këtë përplasje nuk kemi vetëm Shtetet e Bashkuara dhe Iranin, por kemi Shtetet e Bashkuara dhe Izraelin në njërin krah, dhe pastaj nga ana tjetër kemi Iranin, mbështetur së paku nga Hezbollahu, që është organizatë terroriste që operon në Liban, po dhe në vendet e tjera, dhe proxyt e tjera, veglat e tjera që Irani i ka përdorur në mënyrë tradicionale, që janë të pozicionuar në vendet fqinje, duke përfshirë Yemenin, Irakun e tjerë, dhe po të shikojmë Irani deri tani ka goditur pothuaj 12 ose 13 vende me raketa, me drone, dhe pyetja shtrohet me vend se si mund të rrezikohet. Pra Kosova në këtë lloj skenari, po edhe Shqipëria, po vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor. Në qoftë se flasim për sulme konvencionale, unë mendoj që mundësia është jashtëzakonisht e limituar dhe teknikisht mendoj vërtet Irani ka mundësi raketore për të goditur me raketa me rrezet të mesme veprimi deri në Ballkan, por për të ardhur deri në Ballkan, ato raketa duhet të kalojnë nga hapësira ajrore e vendeve të tjera të NATO-s, si Turqia, Greqia e shumë radhë, të cilat kanë kapacitete të sofistikuara të mbrojtjes kundër ajrore dhe nuk do ta lejonin që një gjë e tillë të ndodhte. Po flas për dron, po flas për raketa balistike konvencionale. Pra, në këtë lloj mënyre ne kemi parë edhe çfarë ndodhi me raketat në Turqi dhe në Kipro, ato kurrëzuan. Pra, mbrojtja kundër ajrore ka funksionuar, ndaj kisha thënë që megjithëse nuk është zero mundësia e një rreziku të tillë, mendoj që ai lloj rreziku është jashtëzakonisht i ulët në mënyrën si mund të llogaritet. Por dihet që rreziqet e sigurisë nuk limitohen vetëm tek armët konvencionale dhe raketat edhe dronët. Ka edhe faktorë të tjerë që neve për cilët mund të flasim, që janë faktorë ekonomik, lufta hibride, terrorizmi, dhe pastaj është edhe çështja e zhvendosjes së vëmendjes së partnerëve strategjik nga Ballkani, ndërkohë që ka 2 luftra të cilat janë duke ndodhur në le të themi lagjet e afërta të Ballkanit. Ju e thatë pra zotëri Shtuni, ndoshta gjeografikisht, fakti që Ballkani është larg nga Irani dhe duhet të kalojë gjithë këto shtete anëtare të NATO-s për të rezultuar me sukses, po them hipotetikisht një sulm me raketa, edhe këtë pikë, por edhe ndikimet të tjera të këtij konflikti. A ka vende në Ballkan që mund t'i ndjejnë më shumë? Ndoshta ka një vend që më të veçantë që mund t'i ndjejë më shumë pasojat se sa vendet e tjera? Padyshim janë 2 vendet janë Kosova dhe Bosnia Hercegovina, sepse ato janë hallkat më të dobta faktikisht të sigurisë në Ballkan dhe në Europë. Kisha përthënë me përjashtimin e Ukrainës dhe të Moldavisë, faktikisht po flasim në Europën lindore.
Por sa i përket Ballkanit, është Kosova dhe Bosnia Hercegovina dhe unë e përmenda dhe mund ta shtjellojmë më gjerë, po nuk është vetëm çështja e raketave dhe dronëve, është çështja e situatës politike brenda që është e cënueshme dhe për mua është shumë e rëndësishme të flitet për aspektin ekonomik të problemit, sepse shpesh nuk e kuptojnë ndoshta gjërësisht publiku i gjerë se sa e rëndësishme është mbarvajtja ekonomike për sigurinë e një vendi dhe aftësinë për të mbrojtur. Duket sikur janë të shkëputura, por nuk janë gjithësisht të lidhura me njëra tjetrën dhe vetë rritja e çmimit të naftës dhe derivateve të saja, domethënë gjërësisht ne kemi parë se çfarë ka ndodhur me çmimin e naftës, konsiderohen si pasoja konkrete në aspektin e sigurisë, pasi kjo rritje është jo vetëm simptom e një pasigurie në aspektin global, në aspektin geopolitik, por është edhe shkaktues i një cënëshmërie të lartë ekonomike. Minimi i ngushtisës së Hormuzit sinjalizon edhe qasjen e liderit të ri, Mojtaba Khomeini, i cili duket se po kërkon të intensifikojë luftën. Dhe ky është një faktor i cili është shumë domethënës dhe kërkon një qasje tjetër shumë më strategjike, sepse duket se ky konflikt është duke u intensifikuar. Dhe duket se ky lider kërkon që të globalizoj pasojat ekonomike të konfliktit që është në lindjen e mesme, po ndihet gjithandej, sigurisht cënimi më i madh do të ishte në vende si Kosova, e cila është mjaft e lidhur dhe e varur, që është për thënë, nga importet, sidomos për karburante, po edhe për lëndë ushqimore, por është e varur edhe nga remitancat. Nëse nuk gaboj, është 13-14% e prodhimit brendshëm bruto të Kosovës përbën nga remitancat. Dhe nëse kemi efekt zinxhir, pra rritje e çmimit të naftës, karburanteve, ajo prek ekonominë globale, ajo prek xhepin e të gjithë do të thënë diasporës që jeton sidomos në Europë dhe aftësisë tyre për të kontribuar në mbarvajtjen e familjeve, ekonomikisht në mbarvajtjen e familjeve tyre që janë në Kosovë. Pra do preki edhe mirëqenien dhe të ardhurat, sidomos edhe prodhime brendshëm bruto të Kosovës, nëse ka limitime. Dhe dihet që Kosova po ashtu ka një deficit mjaft të madh tregtar të konsiderueshëm dhe edhe kjo e ekspozon mjaft qartë ndaj këtyre goditjeve apo oscilacioneve në aspektin global. Këto janë për mendimin tim disa prej faktorëve, por pastaj faktori tjetër që e përmenda paksa është edhe shkëputja e vëmendjes potencialisht të partnerëve strategjik nga Ballkani dhe posaçërisht nga vendet të cilat kanë konflikte të hapura, siç janë Kosova dhe Bosnia, për shkak se kuptohet vëmendja tashmë është e pozicionuar më fort tek këto konflikte në lindjen e mesme po edhe në Ukrainë. Dhe a ka rrezik zotëri Shtuni që këtë situatë të zhvendosjes së vëmendjes perëndimit tek lindja e mesme dhe nëse edhe më tutje përshkallëzohet konflikti në Iran, që grupet të treta, qoftë Rusia ose grupet të lidhura me Iranin, ta shfrytëzojnë për të destabilizuar Kosovën? Absolutisht. Kjo është një nga, le të themi, shqetësimet më konkrete dhe konstante që janë se përket Ballkanit, dhe kisha për të thënë rreziku rritet në mënyrë proporcionalisht të drejtë, kisha për të thënë, pra sa më shumë rriten konfliktet në botë, aq më shumë rritet mundësia e përplasjeve brenda Ballkanit dhe përdorimi i këtyre levave destabilizuese nga aktorët që u përmendën, pra nga Rusia dhe nga Irani. A mund të rashjem veprime konkrete ndoshta në këtë drejtim të destabilizimit, për shembull? Mendoj se po, dhe mund t'i veçoj edhe në aspektin e Rusisë dhe të Iranit, po le të fillojmë duke kuptuar një gjë. Rusia dhe Irani janë dy vende të cilat nuk e njohin Kosovën, janë dy vende të cilat janë shprehur qartë se kundërshtojnë
shtetësinë e saj dhe pastaj kanë vepruar në mënyrë të ndryshme sa i përket faktorëve destabilizues. Gjithsesi, do të thënë, rreziku për destabilizim, megjithëse është real, unë kisha për të thënë që i ka dy aspekte, mund të jetë edhe i drejt për drejt, po dhe i tërthort. Le të themi se përket Rusisë, në radhë parë, çfarë mund të bëjnë ata, mbas asaj që kemi parë që e kanë bërë dhe më përpara, mund të mendoj që Rusia dhe elementet të ndryshëm brenda regjimit në Moskë, mendoj mund të inkurajojnë dhe të shtyjnë grupet armatosura paramilitare serbe, sidomos po flas në veri, po jo vetëm, të kryejnë provokime apo sabotime infrastrukturore që mund të shpini pastaj në përplasje të armatosura. Nuk ka nevojë të përmendim që i kemi parë këto, edhe dëmtimet e infrastrukturës ujësielësave, edhe sulmin e Banjskës, kështu që nuk janë gjëra të amencuara në ajër, janë gjëra që i kemi parë më përpara, pavarësisht se nuk janë gjetur lidhjet ose nuk janë evidencuar lidhje drejt për drejta me Kremlinin ashtu siç duhet. Pra, këtu ne kemi parë tentativa për destabilizim dhe në këtë mënyrë mendoj kjo do të ishte goxha, do të ndikonte goxha situatën e sigurisë në Kosovë nëse do të ndodhte. Ku mund të ndërhyjë tjetër Rusia në bazë të atyre që ne i dimë se i kanë si kapacitete? Mund të ndërhyjnë në zgjedhje, në mbarvajtjen e zgjedhjeve, duke se Kosova është duke shkuar në drejtim të një zgjedhjeve të reja për zgjedhje të reja të përgjithshme. Dhe kjo po ashtu ngrej një pikpyetje dhe kërkon fokus të veçantë, sepse ata kanë eksperiencë në këtë, nëse e kanë bërë ndërhyrjen me zgjedhjet në Amerikë, imagjino se çfarë mund të bëjnë në vende të tjera të vogla me kapacitete goxha të limituara. Por mendoj se më së tepërmi ata do të vazhdojnë kryesisht me instrumentet e tyre të propagandës, dezinformimin dhe ndoshta edhe me sulme kibernetike. Mos harrojmë që ka pasur sulme kibernetike në Kosovë në 2024, nëse nuk gaboj, është sulmuar disa faqe të institucioneve publike, po. Po, dhe ka pasur, kanë dalë se kanë qenë hakerë të cilët kanë pasur lidhje ose kanë qenë pro-rus. Sa i përket Iranit pastaj, mendoj se kapacitetet Irani ka më të limituara se sa Rusia krahasimisht, dhe përpjekjet për destabilizim do të ishin të natyre të tërthort ndoshta, dhe jo aq të drejt për drejt sa Rusia, pra indirekte. Rreziku më i madh mendoj se është tek potencialisht shënjestrimi i prezencës së ushtrisë amerikane në Kosovë, ku dihet që është baza e Bonstillit, dihet se janë qindra të dislokuar, qindra ushtar amerikan, pra dhe këtu kemi një rrezik të natyrës që mund të jetë natyrës terroriste ndaj forcave paqëruese, pra në këtë rast të Shtetet Bashkuara po edhe të tjerave, për të krijuar një situatë e cila është hakmarrëse nga ana e tyre. Kemi parë që Irani ka goditur instalimet e ushtrisë amerikane në vendet e tjera në rajon. Kështu që nuk e shikoj si të pamundur që nëse do të kishin mundësinë të kryenin një gjë për të goditur forcat amerikane edhe në Kosovë, gjë që do të destabilizonte situatën. Mendoni se mund të ishte e mundshme, zotërisht Tuni, sepse në Evropë e kemi pa që Tehrani ka rrjete dhe ka partner për te vendit për të kryer ndoshta edhe sulme të tilla ekstremiste terroriste. Por sa mund të jetë realizueshme kjo në Evropë dhe sidomos në Kosovë, kur po themi se ndikimi direkt i Iranit nuk është edhe aq i mundshëm, sa mund të jetë indirekt. Do thotë, sa mund të ketë mundësi që të ketë grupe të tilla terroriste që mund të synojnë një akt terrorist ndaj ushtarëve amerikanë në Kosovë në hakmarrje për atë çfarë po ndodh mes SBA-s dhe Iranit. Është pyetje shumë e mirë. Në Europë ne kemi parë në ditët e kaluara ka pasur të paktën 2 sulme. Njëri ishte në Oslo, tjetri në Liezhë. Në Oslo ishte në ambasadën amerikane, ka pasur një shpërthim i cili duket se ka një lidhje, ishin 3 vëllezër iraken që janë arrestuar, duket se ka një lidhje me situatën
në Iran dhe konfliktin e hapur, po ashtu në Liezh ka qenë në Belgjik, pra një sulm tjetër i cili duket ka pasur një sfond antisemitik kundër një institucioni aty të izraelit, një institucion izraelit, dhe kjo tregon, jo se nuk e dinim, sepse ka mjaft informacione për këtë, që Irani ka kapacitete për goditur, ka qeliza të fjetura, le themi, ka ato njësit, grupet të cilat mund të reaktivizohen, kanë individ të cilët janë të radikalizuar, ka dhe të tjerë të cilët ndoshta mund mos jenë direkt të kontrolluar dhe të menaxhuar nga Teherani, por është narrativa, është sfondi, është përplasja dhe krijimi i kësaj ideje që po sulmohet një vend i cili është i fesë islame, dhe këtu mund të ketë si shprehje solidariteti, goditje të natyrave terroriste, sidomos në shënjestrat e buta që quhen, ose le të themi në vende të cilat janë publike dhe lehtësisht të qasshme, dhe jo nevojshmërisht goditje ndaj prezencës ushtarake amerikane në baza apo kështu me radhë. Është e mundshme, pra, përgjigja është e mundshme dhe Kosova nuk përjashtohet nga kjo. Jo vetëm Kosova, por gjithë vendet e tjera të Ballkanit. Mos harrojmë që Irani ka pasur një prezencë dhe vazhdon të ketë një prezencë në Ballkan. Mos harrojmë që në Bosnjë, në luftën e Bosnjës, ka pasur një numër të madh të luftarëve që kanë ardhur nga Irani. Irani ka investuar edhe më pas, po edhe gjatë luftës, për armatimet e kështu me radhë. Pra ka lidhje, ka grupe dhe individ të cilët janë të lidhur me Iranin dhe mund të ndjejnë, ose mund të drejtohen që të kryejnë akte të tilla, ose mund të ndjejnë që duhet bëjnë diçka. Ndaj duhet që të rritet vigjilenca në mënyrë të lartë. Përmendet edhe më herët që Kosova dhe Bosnia Hercegovina mund të jenë dy nga vendet e Ballkanit perëndimor që mund ta ndjejnë më shumë këtë ndikimin e konfliktit atje, por çfarë mendimi keni për Shqipërinë, sepse nga gjithë këto vendet e Ballkanit perëndimor ndoshta mund të themi ishte ndër vendet e para që pati një sulm kibernetik, përgjegjësim për cilën e mori një grup me origjinë nga Irani dhe që mund konsiderohet si veprimi i parë i një ndikimi të konfliktit atje. Sakt, do të thënë Shqipëria nuk është për herë të parë që përballet me sulme të tilla. Shqipëria është e arrestuar, është treguar qartazi armiqësore ndaj interesave të Tiranit, ka ndërprerë marrëdhënie diplomatike, ka përzënë prezencën diplomatike, ambasadore në kështu me radhë, dhe është një pritse e një grupi disident mek të mujahedinëve, pra iranian. Kështu që normalisht Shqipëria është arrestuar dhe është shënjestruar nga goditje të vazhdueshme të natyrave të ndryshme, hibride, nga ana e Iranit përmes instrumentave të tij, sepse asnjëri nuk do që të ndërhyjë drejt për drejt, po kërkon që të marrë rezultatin, por t'ia vërë fajin, pra si temi të hedhë gurin dhe të fshehë dorën, sepse kjo është metoda, modus operandi i tyre. Sulmet infrastrukturë, sulmet sulmet kibernetike ndaj infrastrukturës dhe institucioneve strategjike Shqipërisë kanë qenë të vazhdueshme, unë nuk u habita që ndodhi prap. Ata e kanë bërë të qartë motivin, pse, e përmenda është prezenca e mek dhe mbështetja e tyre. Kosova nuk e ka një prezencë të tillë të këtyre disidentëve mek, por ka një vulnerabilitet, ka një cenueshmëri në aspektin kibernetik, sepse nuk mendoj që është në nivelin e kërkuar për të pasur kapacitetet mbrojtëse kundër sulmeve të tilla. Në 2024, nëse nuk gaboj, apo në 2025 u krijua. Në 2024 është krijuar në Kosovë Agjencia për Sigurinë Kibernetike, por është një gjë ta themelosh, është tjetër gjë ta funksionalizosh. Kërkohen goxha investime, kërkohet goxha fokus, sepse në fakt kjo është
fusha ku më së tepërmi edhe në të ardhmen kemi për të pasur probleme dhe shqetësime dhe rreziqe në aspektin e sigurisë, sepse çdo gjë gjithmonë më tepër po integrohet në aspektin digjital dhe është në platforma virtuale. Kështu që duhet më tepër punë për të funksionalizuar mbrojtjen në aspektin kibernetik. E qartë, kur jemi te kjo puna e botës online dhe internetit, e dim që shpeshherë luftrat e nisura në lindjen e mesme kanë nxitur edhe një lloj narrative të fortë në botën online dhe një lloj polarizimi në Ballkan, kush është pro dhe kush është kundër një zhvillimi ose do të thotë kush është pro ose kundër asaj që Perëndimi i mbante anë çfarëdo lufte në lindjen e mesme. A mund të përsëritet e njëjta në këtë situatë dhe a mund të shkaktojë edhe një ndarje të thellë tutje në Ballkanin Perëndimor në një kohë kur BE-ja vazhdon të thotë se po bëj punën për ta pas Ballkanin e bashkuar brenda Bashkimit Evropian? Sakt, domethënë unë mendoj që unë po i shikoj këto lloj përplasjesh, nuk janë të pritshme, janë këtu, kanë filluar edhe nuk kanë qenë ndonjëherë, nuk janë larguar ndonjëherë, sepse është gjithmonë ajo mënyra e të parit të gjërave si perëndimi kundër Islamit, që për mua është totalisht problematike dhe krijon skizma, çarje shoqërore, po krijon potencialisht edhe përplasje të cilat nuk limitohen pastaj vetëm tek sharjet online, apo tek ofendimet, apo tek përplasjet virtuale. Ato mund të çojnë pastaj edhe në përplasje në botën reale dhe sulme të ndryshme, të dhunshme, që mund shkojnë nga përplasjet me grushta në sulme terroriste. Dhe për mua ky është një rrezik i qëndësishëm, nuk është rrezik thjesht për të diskutuar, po është një rrezik i cili kërkon veprim të fortë dhe një plan strategjik për të përballur me të, sepse një farë mënyrë pikërisht cytja, nxitja e këtyre lloj përplasjeve shoqërore është një formë luftës hibride dhe bëhet nga struktura të cilat janë të interesuara që të krijojnë përplasje brenda shoqërore. Do të thotë është qëllimi që të krijojë një përplasje shoqërisë me qëndrimet e shtetit. Sakt. Jo vetëm me qëndrimet e shtetit, po edhe brenda shoqërisë, për të krijuar ndasi, për të krijuar përplasje, për të krijuar amulli, për të krijuar dhunë, për të krijuar polarizim. Fatkeqësisht, nuk jemi të vetëdijshëm mjaftueshëm se sa të cënueshëm jemi, sepse mungon arsimimi digjital. Ne duhet të kemi këto të gjitha nëpër shkolla. Duhet të jenë, siç është matematika, fizika, sot e kësaj dite duhet të kemi lëndë të cilat janë të dedikuara kryekput për të rritur imunitetin shoqëror, sidomos tek fëmijët, që të mos jenë të cënueshëm nga këto plane machiavellike të strukturave të ndryshme, të cilat kanë agjenda ideologjike dhe kërkojnë të përçajnë vendin tonë. Vendin tonë, popullin tonë, po kudo, ato shikojnë dobësi që mund të shfrytëzojnë. Nuk është se janë kundër shqiptarëve, po ato ku të kenë interesa, aty futen, se njëjta gjë ndodh në Bosnjë. Pra ky është një problem jashtëzakonisht i madh, i cili pastaj është manifestuar dhe me radikalizimin dhe kemi parë valët e shqiptarëve dhe etnive të tjera nga Ballkani që kanë shkuar, kanë luftuar luftrat të cilat nuk kanë qenë luftrat e tyre, thjesht kanë qenë manipuluar dhe janë përdorur për interesa ideologjike të grupeve të caktuara, që e kanë arritur atë rezultat fatkeqësisht edhe me një kosto të lartë jetësh për shqiptarët. Këtu edhe desha dal, zotëri Shtuni, nëse ka një rrezik real që e njëjta të përsëritet dhe që edhe në këtë konfliktin SBA-Iran të ketë grupe të tilla, rrjete të tilla që mobilizojnë grupe të tilla ekstremishtësh që shkojnë të luftojnë atje, ndoshta bazuar në ideologji fetare, por që luftojnë kundrejt partnerit strategjik, këtë rast Kosovës apo të Shqipërisë që është SBA-ja. Mendoj se ekziston rreziku, nuk është shterruar asnjëherë ky rrezik, sepse nuk shteron me të kurrjen e një organizate terroriste apo një tjetër. Unë e kam ngritur këtë shqetësim tashmë mbi një dekadë, ndoshta mund të kemi qenë nga të parët që i kanë rënë këmbanës alarmit, sepse kanë parë fenomene të tilla materiale, jo teorike, nuk po flas vetëm në aspektin e indoktrinimit,
Po flas për rrjete të caktuara të cilat në mënyrë të drejtë për drejtë kanë rekrutuar dhe e kanë bërë këtë ditën për diell, nuk është se jam fshehur, me thënë drejtën. Kështu ka pasur një farë miopie nga institucionet, ka pasur mungesë kapacitetesh, ka pasur mungesë të kuptimit të këtyre lloj fenomeneve dhe ka pasur mungesë reagimi. Me këto nuk mund të kemi neve asnjë lloj, këto lloj fenomenesh duhen goditur. Nuk po flas të goditen në mënyrë të dhunshme, por nuk mund të lejohen të operojnë këto lloj networkesh, këto lloj rrjetesh të cilat radikalizojnë dhe tjetërsojnë të gjithë interesat tona si popull, interesat kombëtare, dhe prandaj them që këto duhet të ngrihet, ky shqetësim duhet të ngrihet në nivel strategjik. Unë kam frikë se akoma vazhdohen të bëhen allizhverishje politike për të lejuar grupe të caktuara për të marrë një votë, sepse janë të strukturuara dhe ata dalin pastaj. Këto janë qesharake dhe janë miopike. Nuk mund të kemi kompromis me ekstremizmin ideologjik. Në asnjë lloj forme. Dhe kjo duhet ngrihet në nivel strategjik, shtetëror, kombëtar. Sepse është një rrezik i cili cënon ADN-n ton kulturore dhe interesat ton strategjik. Dhe nuk di se si mund ta potencoj më fort, më shpesh, se ky është një nga rreziqet kryesore me të cilat neve po përballemi dhe do vazhdojmë të përballemi në të ardhmen. Bazu dhe në këtë që po thoni, dhe më përvojën që ta zëm Kosova ka pas me këta ekstremistë që shkuan të luftonin për Sirin, bazu dhe në këtë kontekstin aktual të konfliktit në Iran, gjitha rreziqeve direkte dhe indirekte që i përmendet se mund vinë, sa ka edhe rrezik ndoshta përveç në aspektin e sigurisë edhe politik, që Kosova të ketë një ndikim konkret nga kjo situatë dhe çka duhet bëjnë institucionet, çka duhet bëjnë shteti, si duhet sillet Kosova në aspektin e saj edhe politik, edhe të sigurisë, ndërkohë që në botën e largët, në lindjen e mesme, veç se po zhvillohet një konflikt. Sakt, pyetja është e mirë. Lindja e mesme është larg, por nuk është aq larg. Është edhe larg, është edhe afër. Po dhe Ukraina është edhe larg edhe afër. Edhe shikoni sa afër janë me Kosovën dhe me Ballkanin këto lagje të tjera të cilat janë në flak aktualisht. Pra, nuk mundemi të rinë edhe të presim, ndërkohë që shikojmë se ka vatra zjarrit dhe ngrohtësinë edhe na e djeg lëkurën, aq afër janë. Dhe të mos mendojmë në mënyrë strategjike, po të jemi të mbyllur në ato betejat e ngushta politike, të cilat në fundit nuk po prodhojnë asnjë gjë përveç stagnacion në Kosovë. Po ta ndajmë, domethënë e para punës sa më shumë ka përshkallëzim të rreziqeve në aspektin gjeopolitik. Ndërkohë që jemi përpara tërmeteve gjeopolitike, aq më shumë duhet të rritet vigjilenca, gatishmëria në aspektin e sigurisë, si në planin e mbrojtjes, po ashtu edhe në planin e angazhimit diplomatik. Mbrojtja nuk është vetëm me fishek. Mbrojtja nuk është vetëm me pushk. Nuk flasim vetëm për të bërë një fabrikë e cila prodhon fishek made in Kosovo. Ajo është më tepër për publikun, për të thënë që ne jemi duke bërë gjëra. Se sot, ja po e shikoni, po përdor njëri fishek në konfliktin Iran-Shtetet Bashkuara Izrael. Pra, konfliktet tashmë janë shumë më komplekse dhe duhet gatishmëri, jo vetëm në aspektin e sigurisë, po edhe në aspektin e inteligjencës, duhet gatishmëri në aspektin diplomatik dhe angazhim shumë i afërt me partnerët strategjik. A mund të bëhet kjo ndërkohë që jemi të fokusuar gjithkohon për të ndërtuar dhe funksionalizuar institucionet, sepse janë 10 ditë punojnë, 10 ditë s'punojnë. Ky është problemi i madh. Pra, duhet gatishmëri adekuate në aspektin e mbrojtjes, që kalon përmes gatishmërisë së shtetit dhe institucioneve për të qenë 100% funksionale, 100% të fokusuara në mbrojtjen e interesave të popullit, dhe jo të interesave partijake apo interesave individuale, sepse ky është një problem njerëzorisht i madh. Duket sikur nganjëherë jam i rënd në mënyrën se si e them. Po duhet të jemi të drejtë për drejtë, sepse ka kaluar koha e gjysmë fjalive, edhe e filtrimeve të gjithçkaje, në një mënyrë të cilat nuk është se ka ndihmuar në një farë mënyre. Prandaj mendoj që duhet të ketë bashkëpunim, duhet të ketë një unitet vizioni. Pra duhet të tejkalohen këto gjërat e vogla, ndasitë e vogla, çikërrimat, këto luftrat brenda politike, sepse po japin një kosto jashtëzakonisht të lartë
popullin. Pra, jo vetëm të funksionalizohen institucionet, por duhet një mendësi tjetër, duhet një mendësi bashkëpunimi dhe sidomos duhet të ketë fuqizim të marrëdhënieve dhe prezencën e Kosovës në çdo forum ndërkombëtar që po diskuton çështje të jo vetëm gjeopolitike, por edhe të ardhmes së rendit të ri global, që është në formëzim e sipër, pra është duke u riformatuar. Pra, duhet që për ta përmbyllur, mendoj duhet që të ketë një forcim të partneritetit strategjik, duhet të ketë shtim të njohjeve me prioritet, integrim në organizatat ndërkombëtare, sidomos të mbrojtjes, po flas për NATO-n, e cila duhet të jetë alfa e të gjithë përpjekjeve strategjike politike. Dhe kjo nuk mund të vijë nëse politikanët Kosovë zihen se kush do ta kapi timonin, vollanin. Por duke qartësuar se ka po i grahen, ku është qëllimi, ku është synimi, ku është destinacioni, dhe të ketë destinacioni i nevojshëm për Kosovën, dhe gjithmonë në mëngjes të pyet apo shkojmë në atë drejtim, apo kemi humbur rrugën dhe jemi në një drejtim të gabuar. Dhe kjo është përgjegjësia që e kanë politikanët sot në Kosovë dhe nuk guxojnë ta shpërdoren. Zotëri Shtuni, unë falenderoj shumë për bisedën dhe për kohën që gjetët në këtë episod të podcastit tonë. Jeni gjithmonë mirëpritur. Faleminderit shumë. Shikues dhe dëgjues të Radios Evropa e Lirë, ishim në bashkëbisedim në këtë episod të podcastit 5 pyetje me Adrian Shtunin, ekspert i sigurisë, për të biseduar mbi rreziqet e ndikimit të konfliktit Iran-SBA sa i përket Kosovës dhe Ballkanit Perëndimor. Shihemi dhe dëgjohemi të shtunën e radhës.